Partitë politike maqedonase po bëhen gati për të zgjedhur kandidatët më të mirë për kryetar komunash. VMRO DPMN deri në fund të këtij muaji do t'i ketë gati 85% të kandidatëve. Siç njoftoi deputeti i kësaj partie Bojan Stojanovski, nuk përjashtohet mundësia që në komunat shqiptare të mbështesin kandidatë të partnerëve të tyre, përkatësisht nga Vleni. Në fund të muajit maj do të kontohet zyrtarisht 85% prej kandidatëve për kryetar komunash të VMRO DPMN-s dhe koalicionit. Listat e këshilltarëve do duhet të ishin gati deri në fund të muajit qershor dhe atëherë do të kemi pasqyrë të qartë me cilët kandidat do të marrin pjesë. Dua t'u informoj se anketat në shumë vende tani më kanë përfunduar, por gjithsesi, atje ku do të ketë kandidat për kryetar në aspektin e partnerëve të koalicionit, të cilët do të përputhen me kornizat e veprimeve dhe principeve tona, do t'i mbështesim dhe ata kandidat. Në përgatitje sipër është edhe LSDM. Socialdemokratët thonë se kanë filluar negociatat me partitë e tjera për të mbështetur njëra tjetrën varësisht komunës ku kanë nevojë. Ne në LSDM përgatitemi për zgjedhjet që vijnë. Dyert tona dhe kanalet e komunikimi janë të hapura. Kërkojmë partner. E konfirmuam koalicionin ton me 14 parti. Bashk vetëm se kemi filluar të krijojmë lista në të gjitha komunat, ndërsa sa i përket partnerëve të tjerë, fillon procesi i bisedimeve. Në taborin shqiptar, partitë politike ende nuk kanë bërë të ditur kandidatët për kryetar komunash. Koalicioni Vlen është në prag të unifikimit si subjekt i vetëm politik dhe do të dalë me kandidatë të përbashkët. Nga Fronti Evropian, deri tani nuk kanë konfirmuar se kanë zhvilluar negociata për ndarjen e komunave, ndërkohë nga SHE-ja e Taravarit, që prej kohësh kanë njoftuar se do të garojnë me lista të posaçme për këshilltar komunal.